milionerat smuhen në Rolse, ka nuk smuhen si kunata, smuhen ma Rolse, na? Këta nuk shkojnë spitalin publik Prishtinës. Nuk shkojnë spitalin publik të asë në qytetit Kosovës. Kur Hekuran Murati kishte aplikuar për të marrë para nga Fondi për Sigurime Shëndetësore për trajtimin e babait të tij në një spital privat në Maqedoninë të Veriut, kërkesa ju ishte aprovuar me njëherë edhe pse kundërligjshëm. Por kështu nuk ndodh me qytetarët e zakonshëm, ata po presin me vite të tëra që t'i marrin parat nga fondi për t'u trajtuar nëpër spitale private. Kjo dëshmohet në raportin e auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Fondit për Sigurime Shëndetësore për vitin 2025. Aty theksohet se ka pasur vonesa në ndërmarrjen e veprimeve lidhur me shqyrtimin e lëndëve nga bordi për lëndët e kompletuara me faturë. Sipas raportit, 2 aplikime janë në pritje që nga viti 2021, një në vitin 2023, 9 në vitin 2024 dhe 3 në vitin 2025. Vlera totale e këtyre kërkesave është 392.381 euro. Auditimi ka konstatuar edhe se gjatë testimeve të kryera lidhur me lëndët e aprovuara me vendime të bordit, një numër i konsiderueshëm i tyre vazhdojnë të mbeten në pritje. Në raport thuhet edhe se që nga viti 2019 e deri më 2025 janë 23 rastet që kanë mbetur të hapura për periudha të konsiderueshme kohore pas aprovimit nga bordi. Vlera e tyre 483.651 euro. Kjo situatë mund të ndikojë që institucionet shëndetësore jo publike të hezitojnë në ofrimin e shërbimeve në të ardhmen kur mbështeten vetëm në fletëzotime. Por kur në këtë fond kishte aplikuar Murati, drejtori Amir Keka e kishte lëshuar fletëzotimin më 13 maj si formë zyrtare, me cilën fondi merr përsipër obligimet ndaj institucionit shëndetësor. Dhe pak më shumë se një muaj më pas, pagesa për spitalin privat në Maqedoninë të Veriut ishte realizuar më 18 qershor. E gjithë kjo kishte qenë e kundërligjshme pasi që nuk ishte zbatuar udhëzimi administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike. Për këtë, Vox Kosova kishte raportuar me 1 shtator të vitit të kaluar. Pra qytetarët lihen të vuajnë e dezhën nëpër spitale, ndërsa pushtetarët i shfrytëzojnë privilegjet e pushtetit jashtë çdo kuadri ligjor. Për më tepër, këtë po e bën një forcë politike që si opozite proklamonte publiken kundrejt asaj private. Na e patëm kundërshtu kur ish kryeministri atko Ramush Haradinaj pa dërguar nënën e tij për shërim jashtë shtetit. Dhe kjo pa ngrit pak si dilemë, mirë, po nuk është diskutuar shumë në shoqërinë tonë. Paramendoni në një vend evropian nëse një kryeministër dërgon prindin e tij ose veten për shërim jashtë shtetit. Kemi edhe zotin Isa Mustafa që ka shkuar në shërim jashtë shtetit. Kush guxon një kryeministër me dërgu antarin e familjes jashtë shtetit përderisa nuk investon në shtetin e vet.